Faleminderit zonja nënkryetare. Në fakt, ministra e Brendshme fshihet ku I kërkohet të flasë, pastaj vjen flet kur I vjen mesazhi që duhet flasë, mbaron fjalën dhe pastaj largohet. Është më shumë se irrituese, besoj për çdo deputet ndershëm në këtë kuvend, por e mirëkuptueshme për regjime kriminale si Shqipëria, që konsiderosh krim të drejtën kushtetuese të qytetarëve për të protestuar dhe të konsiderosh arritje vjedhjen e kësaj qeverie. Por sigurisht që për çdo regjim në fund I vetmi mjet që I mbet në dorë, pasi kanë flakur tutje ligjin, është dhuna. Dhe zonja që foli këtu mendon që do të trem qytetarët të kërkojnë drejtësi edhe të kërkojnë një qeverisje në shërbim të tyre, duke kriminalizuar policinë. Unë e di që ajo nuk e drejton policinë e shtetit, është vënë aty për postën, zjarfiksin e shërbime tjera. Policia drejtohet nga një krye kriminal si Ilir Proda, zonja kryetare, dhe ajo duhet vi këtu dhe t'jap llogari që si ka mundësi që policia e drejtuar nga ky krye kriminal përdoret për të rrëmbyer biznesmen, jo më të mitur. Çai kanë të miturit këta? Policë të shtetit kanë rrëmbyer biznesmen, e thot prokuria e posaçme. Po si ka mundësi flet deputetja e Vlorës atje në fund? Po pse është mbyllur hipoteka e Vlorës? Sepse policia e shtetit nuk garanton dot institucionet publike. Krimi organizuar çdo ditë në hipotekën e Vlorës dhe ka detyruar drejtorin e përgjithshëm të hipotekës të zhvendos stafin nga Vlora në Tiranë, sepse policia e zonjës nuk I garanton dot në krye të detyrës funksionarët e këtij shteti. Dhe ju vini flisni këtu për ligj, vini flisni këtu për krime që pas kanë kryer protestuesit se kanë ushtruar drejtën e tyre kushtetuese për të protestuar, pse nuk flet ajo që po mbyllet hipoteka në Vlorë? Se ka 3 vjet që nuk mbush dot një muaj një drejtor hipoteke, se nuk ushtron dot I lirë detyrën. Sepse policia që drejtonte apo presupozohet drejtoi zonja është shërbim të krimit organizuar, jo të qytetarëve, jo të funksionarëve ndershëm këtij vendi. Për këtë duhet vit flasja ajo. Jo për mesazhet që I çon nga Arratia, në shpinën e Soel Çelës dhe Troplinve, Ergysa Gasti që e ka vënë zonjën Nat Karrige dhe të na hiqet ne si ministre e Brendshme. O zoti Bardhi, jeni kryetar grupi, jeni njohur shumë I mirë I rregullores. Çfarë lidhje ka kjo me procedurën? Ju lutem. Po ju lutem tani, se tani kështu, në qoftë se do vazhdojmë kështu me fjalime politike, ne nuk do arrijmë dot vazhdojmë me agjendën. Megjithatë, fjalën e ka zoti Balla, të përgatitet zoti Mziu. Përpara se të them disa vlerësime që justifikojnë votën tonë pro sot aktit normativ, pa dashur të bëj replik me zotrin Dule, se do kisha dashur shumë që të bëja replik me një deputet Partisë Demokratike, jo me këta që e marrin mandatin qyll nga votat e demokratëve, por nga ata që realisht I kanë marrë votat nga populli demokrat. Sa I përket asaj që tha zotri Dule, I cili u ankua, dhe këtu u ankua në emër të demokratëve, për ato që ka bërë policia e shtetit në protestën e fundit. Një gjë duhet të dini mirë ju pak demokratë që keni ngelur këtu në sallë. Të paktën gjatë muajve janar, mirë është të mos përdorni fjalën protest dhe fjalën dhunë. Se çdo shqiptari I vjen
në memorje 8 janari i 2022, kur ca prej jush në këtë sallë luftonin kundër ca prej jush në këtë sallë. Dhe kujtoj njoftimin e prokurorisë dhe të policisë shtetit pas 8 janarit, u njoftua që u arrestuan 34 qytetarë për dhunë, 18 ishin të krahut të Sali Berishës, 16 të krahut të Lulzim Bashës. Krahu i Sali Berishës akuzohej se kishin përdorur varre, shkallë, leva, çekiç, trapan. Për këtë akuzoheshin 18 protestues nga krahu i Sali Berishës. Nga krahu i Lulzim Bashës, nga njoftimin që kam përpara i prokurorisë në ato kohë, është përdorur gaz lotësiellës. Thuhet në atë njoftim e pash tani nga mediat online. Tani, po shoh se ti ke qenë ke krahu lart. Pastaj zbrite ke krahu poshtë. Një gjë është e sigurt që do hypish krahu lart, sepse ti hypën lart zbret poshtë, hypën lart zbret poshtë. Tani, zoja dhe zotri deputet, zoja kryetare e seancës, është një zhurmus, mund të mbyllni pak gojën një zhurmusi? Unë po e ndërpres fjalën time derisa ju të vini rregull në sallë. Lutem, zoti Bardhi. Zoti Bardhi, ju lutem. Sepse dhëmb, e vërteta dhëmb, edhe kur hipën lart, edhe kur zbret poshtë, edhe para, edhe mbrapa. Zoja kryetare, mund të kërkoj 5 minuta pushim derisa të vini rregull në sallë? Jo, zoti Bardhi, ju lutem. Do ushtroni ju ato detyrë. Vazhdoni zoti Balla, vazhdoni zoti Balla. Ju lutem. Tani për ligjin po flas. Sa i përket policisë shtetit, policia e shtetit meriton respekt për detyrën që ka bërë për të mbrojtur institucionet. Thirrja ime për ju, deputetët e Partisë Demokratike, është të mbështesni punonjësit e ndershëm të policisë shtetit, ata që kryen detyrën me ndershmëri çdo ditë, çdo lloj forme dhune kundër institucioneve, si ato breshërit, njërin e kishte qitur aty mbuluar kokën dhe i cili i duke i vetja si Chuck Norris dhe që po qëllonte kryeministrin, një gjë bajate që se bëni dhe sikur kjo është një shprehje e gjithë urrëties, ndërkohë që nuk ishte as gazetar aty që nuk e dinte që ka i grupi aty në mes. Ishin ca fytyrë mbuluar, lapanjoz, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanyozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Këta nuk ka as parti politike që i merr në mbrojtje, sepse zotrote dhe kushdo tjetër që ju ushqen ata me para, për të goditur institucionet, duhet mbash përgjegjësi. Dhe kjo parti politike duhet të distancohet nga dhuna kundër institucioneve. Kjo parti politike bashkë me një matuf i cili duhet marrë përgjegjësi për këtë lloj inspirimi. Dhe lëri këto dënglati se bën si qeshara këtu, sepse ti ke qenë ai që ke bërë kallëzimin. Ti ke bërë kallëzimin për këta 18 që përmenda unë. Sigur se ke bërë edhe kallëzimin për Belind Kolliçin. Sigur ke bërë kallëzimin për Edmond Spahon, për Kongresin Madhështor të dhjetorit të 2021-shit. Unë jam ai që jam, edhe e kam për nder, kurse ti duhet mbash përgjegjësi për çfarë mban para, çfarë mban mbrapa, sepse njerëzit mbajnë përgjegjësi për fytyrën e vet. Dhe mbajnë përgjegjësi edhe për gjithçka firmosin. Kryetar grupi që ka çuar për djegje penale nën kryetarin e grupit. Kryetar grupi që ka firmosur kallëzim penal për nën kryetarin e grupit. Ja ky është. Edhe zoja kryetare e kuvendit, nëse ke mundësi ta bësh detyrën, unë mendoj që duhet ta bësh, ose tani është një zhurmus që nuk
ka një nen aty në rregullore. Ju lutem. Lutem shumë. Zoti Bardhi, të respektojmë. S'po flas dot, s'po marr dot. Nuk do flisni nga vendi, ju lutem. O zoja, unë ndërpres fjalën derisa ti të kesh mundësi të bësh rregull në këtë sallë.